Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga parku Drilon Tushemisht, ku ka përfunduar qendra e re e vizitorëve, një element që sipas tij plotson mozaikun e atraksioneve që ofron ky kompleks natyror dhe turistik në juglindje të vendit. Në një postim në rrjetet sociale, Rama theksoi se projekti i parkut është përzgjedhur ndër 8 finalistët e Bienales ndërkombëtare të peizazhit të Barcelonës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e arkitekturës së peizazhit. Parku Drilon Tushemisht u përzgjodh mes 230 projekteve nga 20 vende të botës. Projekti Drilon Tushemisht është realizuar nga Ministria e Mjedisit. Restaurimi i qendrës së re të vizitorëve në parkun Drilon Tushemisht dhe përfundimi i projektit për zbatimin e biosferës së Prispës janë investime të rëndësishme me ndikim në ekonominë dhe turizmin e zonës. Projekti njihet si një model i restaurimit ekologjik, ringritjes së habitateve dhe zhvillimit të turizmit të përgjegjshëm, duke kontribuar në rritjen e vizibilitetit të Shqipërisë në nivel ndërkombëtar dhe promovimin e natyrës si atraksion turistik.